Nisët, se që vërdesin pensionistët, asë nisë përdes. Dhe pa i lartë, po ashtu, që e vërtetë. Nuk e mjafton ai pensioni për i jashës. S'po na mjafton me ha një herë në ditët. Po jetojnë që të shkeme të, një qik me ekonomi. A ku del, as për tonë, as për pirë, Unë këtu jetoj se nuk jam nga hëna. Të ardhurat buxhetore në Shqipëri kanë shënuar rritje me vlerë absolute, por raportet e tyre me prodhimin e brendshëm bruto ngelet i ulet në kufit e 28% që prej vitit 1998, shumë më poshtë se mesatarja e Bashkimit Evropian 40% për vendet e rajonit. Kjo gjendje ndikohet nga informaliteti dhe përqendrimi i ekonomisë në bujqësi. Pjesa më e madhe të ardhurave vjen nga tatimi mbi konsum dhe të ardhurat personale. Por për shkak të nivelit të ulët të ardhurave në raport me PPB-n dhe shpenzimet janë të kufizuara. Pas vitit 2009, shpenzime buxhetore rënë në 30% përjashtuar vitet e pandemisë. Megjithatë, shpenzimet kapitale kanë arritur mbi 1 miliard euro në vit, efektiviteti i tyre është i diskutueshëm. Nga viti 2000 janë shpenzuar rreth 18 miliard euro për infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi, por vendi ende përballet ngesë kanalizimesh, ujë sjellësish, rrugësh dhe shërbime publike. Në shëndetësi, financimi publik është nëm 3%, ndër më të ultit në Europë. Shqiptarët mbulojnë vetëm 60% të shpenzimeve shëndetësore, përqindja më e lartë në kontinent. Arsimi është gjithashtu i nënfinancuar në më pak se 3% të PPB-s, duke ndikuar në rezultatet alarmante të testit PISA, ku mbi 70% e 15 vjeçarëve nuk arrin të kuptojnë tekstet bazike. Ndërkohë shumë projekte PPP të qeverisë pas vitit 2017 kanë rezultuar të dështuara dhe janë në hetim në SPAK. Shqipëria ka nevojë për reforma të thella strukturore në arsim dhe shëndetësi për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme dhe të bazuar në dije.